mboni shumë përshtypje forma se që është e fillut edhe e shtrut pyetjen. Nina me bërsh me thonë se LDK-ja nuk është parti që mund është me definu ose mund është me tangentu me fotën individëve. I vetmi që ka qenë për cilën kam obligim edhe njërë me përmen e me fotën e cilët ka qenë tangentu me përjetësisht është presidenti Ibrahim Rugova, në tjerët jemi variabla që të ndryshojmë ku pas kuve varësisht prej zhvillimeve politike. Mirë po në situatën edhe në gjenën cilë është edhe shteti Kosovës fillimisht, e s'dyti edhe LDK-ja fatët e cilëve janë të lidhur ngushtë njëna me tjetërën, unë mendoj që është shumë e rëndësishme me zhvillu një proces demokratik edhe me se respektu statutën e LDK-s deri në pikën e fundit, për cilën jam për gardionin ligjor nëse më quajt nxehtësinë e sekretarit përgjithshëm të LDK-s, përndryshe pyetja pështon Lumir Abdixhiku, nuk mendoj që më përket me u përgjigj bukfalisht, mirë po mendoj që pjesa e kontributit edhe pjesa e avancimit që i ka dhënë LDK-s Lumir Abdixhiku dhe pjesa e kontributit madh që e ka shkruar për këto 5-6 vjet sa ka si kryetar i saj, mendoj që e ka meriturën me vazhdu deri në kuvendin rregull të LDK-s. Përndryshe po janë ndërzuar në nshkrimit, nuk po duam me konfirmu numrin tënd, pasi që janë është procedurë e mbrëmshme, pjesa e verifikimit në nshkrimeve po është e vërtet që ka përfunduar, mirë po çka është e rëndësishme me tekstu sot para jush edhe para dëgjuesve, para delegatëve çka është më e rëndësishme është që ne si sekretariat ende nuk e kemi njoftuar me raport zyrtar kryetarin që jemi të gatshëm teknikisht që me bëu thirrjen për kuvend të LDK-s, i dënë edhe disa çështje teknike që janë punë të mbrëmshme e që nuk janë sigurisht me interes për dëgjuesin me i thonë, mirë po në momentin që ne rezojmë raportin zyrtar edhe të verifikimit edhe të gatishmërisë së organizimeve tjera, unë mendoj që në afat shumë shpejt kryetari ka me thirrë kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s.